se veç dikush do me marrë pjesë, ju bëj thirrje që paret shkojnë për personat e verbër, të shërda dhe me mes, që mendoj që është një mundësi shumë e mirë. Prandaj kena do realizime që veç po mendoj me i bo, ku për të verbrit kena me i bo disa audiobook, libra me zë, ku kena me lezu na vetë, pro 7 antarët e grupit, kanë me zgjedh kanë një libër që veç ata i kërkojnë, edhe që kena me i lezu vetë, edhe kena me jau jap atyre, kena me jap në bibliotekë qytetit që e kena. Gjithashtu kena me i kriju do postera me gjuhën e shenjave dhe alfabetin e të verbërve, ku ata postera ka me udhuru në çdo institucion të komunës sonë. Gjithashtu kena me bo një video sensibilizuse, një video vjedisuse për personat e verbër, ku na vetë kena me bo një eksperiencë në rësirë, që ashtu e kena mërtu, ku kena me u përballë me vështirësitë që ata veç i kalojnë çdo ditë, me sytë mbyll, kena me provu me shënu emrin, me isme një korridor, e qështu kena me munu me u solidarizu me ta, pra është si lloj video vjedisuse. Gjithashtu kena me ndosë që në gjimnazin tonë kena me ftu një person që e din gjuhën e shenjave, edhe kena me mojt ta kem një trajnim ku kanë me u mësu shenjat kryesore për gjuhën e shenjave. Për personat e verbër.